Bashkëkryetari i Vlenit Bilal Kasami në emisionin On Time në televizionin Koha ka thënë se pozicioni i Vlenit me riformatimin e qeverisë do të jetë shumë më i mirë se ai që ka qenë. Teksa ka potencuar se bisedimet janë në fazën përfundimtare, Kasami bëri të ditur se si partner qeveritar do të udhëheqin 6 ministri me resort të caktuar. Vlen po përforcon pozitat e saj në qeveri sepse po merr tani më 6 ministri me resort të caktuar. Po ashtu dua të theksoj që në këtë kombinatorik po bisedohet dhe është në tavolinë edhe Ministria e Kulturës dhe duke pasur parasysh shpeshën e kësaj ministrie për financimin e kulturës shqiptare, por njëherit edhe për kritikat e vazhdueshme që na janë bërë se po dëmtohet kultura shqiptare, institucionet dhe shoqëritë dhe shoqatet e ndryshme që promovojnë kulturën shqiptare, ne kërkuam që kjo ministri të udhëhiqet nga kuadër të Vlenit, që mos ketë kështu shqetësime ndërretnike se një komunitet apo një komunitet tjetër po diskriminohet. Pra, edhe kjo është e rëndësishme, pra të potencohet që Ministria e Kulturës është një ministri me një peshë të veçantë sa i përket asaj se shqiptarët duhet të marrin hisën e tyre në këtë shtet. Dhe këtu, po ashtu, duhet të theksoj që edhe me dikasteret që kemi udhëhequr dhe me atë që do të udhëheqë Vlen pas rikonstruimit, ne jemi shumë më mirë me pozicion se sa në shumë momente që ka udhëhequr BDI për 20 vite. Ashtu siç njoftoi ditë më parë televizioni Koha, nga informatat jo zyrtare rezulton se VMRO TPMN do të marrë me siguri Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punës Sociale dhe Demografisë, si dhe resorin e eurointegrimeve, ndërsa Vlen në këmbim do të marrë Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Sportit dhe Ministrinë për marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Bilal Kasami në On Time në televizionin Koha bëri të ditur se opinioni do të surprizohet nga emrat e ministrave, që sipas tij nuk do të jenë si kombinatorika partijake apo njohje me leadershipin e Vlenit, por siç tha, bëhet fjalë për ekspert të fushës. Opinioni do të jetë i surprizuar, do kisha thënë pozitivisht, sepse në një situatë kur ne duam t'ju shërbejmë qytetarëve, duam t'ju shërbejmë shqiptarëve, nuk do t'jenë mbi të gjitha kombinatorikat partijake apo personale të njohjes me leadershipin e Vlenit, por opinioni do të surprizohet edhe njerë pozitivisht, sepse mund të vinë në kombinatorik emra të cilat nuk lidhen drejt për së drejti me ndonjërin nga subjektet politike, nuk lidhen drejt për së drejti me Vlenin, por janë emra të respektuar të, do kisha thonë, të shqiptarëve këtu në Maqedoni dhe njihen si akademik, njihen si ekspert të njohur të LMI-s. Me këtë riformatim voluminos të qeverisë, sipas Kasamit, mbyllen shpresat e opozitës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Nuk doha ta dëshproj BDI-n dhe simpatizuesit e saj, më spaku Aliuni, i cili çdo ditë në fjalë ka zgjedhjet e parakohshme, por vetë kjo kësha thonë, ky riformatim i qeverisë në këtë përbërje ku gati gjysma e qeverisë do duhet të riformatohet, tregon që kjo qeveri po përgatitet që të mbarojë mandatin e plot. Nëse të gjitha këto informacione konfirmojnë, rikonstruimi do të përfshijë të paktën 7 deri 8 resore dhe më shumë emra ministras, që do të thotë se riformatimi qeveritar do të përfshijë 1/3 e anëtarëve. Në këtë rast, për propozimin e këtij që pritet të mbërrijë në Kuvent ka mesi javës së ardhshme, do të votohej sikurse për përbërje të re të qeverisë.